Paraqita kandidaturën time në përgjigje të thirrjes për kandidim të këtij këshilli për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, sepse çmoj se plotësoj kushtet dhe kriteret e përcaktuara në ligj dhe në rregullore. Më lejoni që në mënyrë të përmbledhur të parashtroj disa aspekte të motivimit, të formimit dhe eksperiencës profesionale, si dhe të vizionit personal në kryerjen e kësaj detyre. Kandidimi im në fakt vjen si një rrjedhojë natyrshme e një eksperiencë 21 vjeçare në hetimin e çështjeve më të ndërlikuara të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, si dhe të përkushtimit të pandërprerë ndaj zbatimit të ligjit. Gjatë gjithë karrierës sime kam qenë e bindur se funksionimi i shtetit të së drejtës mbështetet në pavarësinë, profesionalizmin, integritetin e institucioneve të drejtësisë dhe se prokuroria e posaçme përfaqëson një hallk thelbësore në këtë sistem drejtësie. Motivimi im për të kandiduar buron nga dëshira dhe ndjenja e përgjegjësisë për të kontribuar me integritet, vizion dhe vendosmëri në drejtimin e prokurorisë së posaçme. Jam e bindur se përvoja profesionale dhe njerëzore e akumuluar përgjatë 2 dekadave, së bashku me kurajon, përkushtimin dhe etikën e punës, përbëjnë garanci për drejtimin e suksesshëm të institucionit. Në fakt, në këtë fazë të zhvillimit të prokurorisë posaçme, mendoj që institucioni hyn në një periudhë konsolidimi, ku roli i prokurorisë posaçme mbetet thelbësor dhe i padiskutueshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky moment në fakt kërkon një drejtim që bashkon qartësinë e vizionit, forcën e vendosmërisë dhe integritetin e pakompromis. Me këtë kandidim, synoj të ofroj një drejtim të pavarur, të vendosur dhe të orientuar drejt rezultateve konkrete që pasqyrojnë parimet më të larta të shtetit të së drejtës dhe forcojnë më tej rolin dhe besueshmërinë e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në mënyrë të përmbledhur për karrierën time profesionale, kam përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2002 me rezultate të shkëlqyera dhe me njërë më pas kam fituar konkursin në shkollën e magjistraturës profili prokuror. Pas përfundimit të shkollës së magjistraturës jam emëruar prokuror në stazh në ish prokurorin për krime të rënda në tetor të vitit 2004. Një vit më pas, në tetor të vitit 2005, jam emëruar definitivisht pranë prokurorisë për krime të rënda. Nga viti 2004 dhe aktualisht, kam ushtruar pandërprerje funksionin e prokurorit për 15 vite, pra nga 2004 deri në 2019, prokurore në prokurorin për krime të rënda dhe deri në dhjetor të 2019-s, kur prokuroria për krime të rënda u suprimua dhe mandej u bëra pjesë e prokurorisë së posaçme. Në fakt, kam qenë pjesë e këtyre 2 strukturave shumë të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë, si ish krimet e rënda, ashtu edhe prokuroria e posaçme. Pra, veprimtaria ime si prokuror ka qenë e fokusuar vetëm në këto 2 institucione. Të dyja këto prokurori kanë përfaqësuar momente të rëndësishme në forcimin e shtetit të së drejtës dhe në intensifikimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sidomos në radhët e zyrtarëve të lartë. Mund të them që karriera ime ka filluar qysh në vitin 2004 në prokurorin për krime të rënda, që herët, që kur unë kam qenë shumë e re, jam marrë me krime të rënda, me krim të organizuar, me bandat armatosura, me grupet e strukturuara dhe me organizata kriminale. Veçanërisht përvoja 6 vjeçare mandej në prokurorinë e posaçme ka qenë thelbësore në thellimin e njohurive dhe aftësive të mia profesionale përmes hetimit të çështjeve me kompleksitet të lartë që lidhen me korrupsionin, krimin organizuar, pastrimin e produkteve e të tjerë. Sfidat e përballura ndër vite janë shndërruar në një përvojë të konsoliduar pune, duke më pajisur me qartësi profesionale, vendosmëri dhe aftësi të përshtatshme për të drejtuar me efikasitet në situata komplekse. Pavarësisht vështirësive që shpesh shoqërojnë hetimet që ne kemi pasur, qoftë e krimet e rënda, qoftë në prokurorinë e posaçme, kam vijuar me këmbgulje të kryej detyrat e mia dhe t'i çoj ato deri në fund, pa u stepur në asnjë moment, duke kontribuar me rezultate konkrete në sistemin e drejtësisë. Përvoja 21 vjeçare si prokurore në fakt është materializuar në një kapital profesional